Presidenti Amerikan Donald Trump dhe presidenti Rus Vladimir Putin kanë zhvilluar një bisedë telefonike të martën që zgjati për rreth 2 orë, po çfarë është rënë dakord? Pauze sulmit energjetik. Rusia tha se pranoi një propozim që të dyja palët të ndalonin shënjestrimin e infrastrukturës energjetike për 30 ditë dhe se urdhri u kalua ushtrisë menjëherë. Më shumë bisedime ndërmjetësuesit do të vazhdojnë të flasin si pjesë e përpjekjeve për zgjidhjen e konfliktit me Shtetet e Bashkuara të Amerikës që thonë se negociatat do të fillojnë menjëherë në lindjen e mesme. Negociatat e detit të zi, si Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ashtu dhe Rusia do të kryejë negociata specifike për një formë të mundshme të armëpushimit detar në detin e zi. Por çfarë nuk u ra dakord? Armëpushimi i plot. Rusia nuk ra dakord me një propozim të mbështetur nga SBA dhe Ukraina për një armëpushim të menjëhershëm 30 ditor në tokë, ajër dhe det. Kushtet për paqe. Putin tha se kushti kryesor për arritjen e një rezolute të qëndrueshme do të ishte që Ukraina të ndalonte riarmatimin dhe marrjen e ndihmës ushtarake dhe mbështetjes së inteligjencës. Bazuar në informacionin e dhënë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Rusia, është e paqartë se cila do të jetë përfshirja e Ukrainës në negociatat e ardhshme ose nëse ka pasur ndonjë marrëveshje për këtë çështje.